Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh zemrës, trurit dhe diabetit nëse konsumoni 2 vezë të zjera çdo mëngjes. Për shumë dekada besohej se konsumi 4 deri në 5 vezë në javë mund të rriste gjasat për sëmundje kardiovaskulare. Kjo kishte të bënte më së shumti me konsumin bashkë me të verdhën, sigurisht që qëndron e njëjta gjëte e bardha e vezës të cilat përmbajnë shumë proteina dhe pothuajse as pak kolesterol. Shumë besojnë se nëse konsumoni ushqime me kolesterol, automatikisht urritet niveli i kolesterolit në gjak. Por kjo nuk është edhe aq e thjeshtë pasi mund të keni shumë kolesterol kur konsumoni aq më pak nevojitet edhe gjatë prodhimit të trupit dhe gjithashtu. Kolesteroli është një pjesë shumë e rëndësishme e trupit të njeriut. Është një nga molekulat strukturore tepër thelbësore në formimin e membranave qelizore. Përdoret gjithashtu nga trupi për të prodhuar hormonet steroide, siç janë testosteroni, estrogeni dhe kortizoli. Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është kolesteroli, trupi zhvillon mënyra të sofistikuara për të siguruar rezervat e mjaftueshme. Duke qenë se gjetja e kolesterolit përmes ushqyerjes nuk ishte gjithmonë një zgjidhje e lehtë, mëlçia mësoi se ta vetë prodhoi atë. Është e rëndësishme dhe realisht e habitshme se si mëlçia percepton sasinë e kolesterolit në gjak. Sa herë që trupi furnizohet me kolesterol përmes ushqyerjes, mëlçia automatikisht prodhon më pak. Por sa vezë mund të konsumoni në ditë pa e rrezikuar shëndetin tuaj që të sëmuret? Nëse jeni i shëndetshëm dhe konsumoni më shumë se 300 mg kolesterol në ditë, nëse keni diabet, kolesterol të lartë ose vuani nga zemra, kufizoni marrjen ditore të kolesterolit në më pak se 200 mg në ditë. Nëse ju pëlqejnë vezët, hani vetëm të bardhën e tyre të cilat nuk përmbajnë as pak kolesterol. Sipas të gjitha veprovave të sotme shkencore, është krejtësisht e sigurt që të konsumoni nga 1 deri në 2 vezë në ditë, pa u rrezikuar për ndonjë sëmundje serioze. Gjithsesi, para se të ndërmerrni një vendim të tillë, është mirë që të pyesni mjekun tuaj, pasi vlerësimi më sipër ka të bëjë me personat që janë të shëndetshëm dhe relativisht aktiv në jetën e tyre të përditshme. Nëse vuani nga komplikacione të ndryshme, atëherë gjithmonë përpara se të konsumoni ushqimet me yndyrë të lartë, konsultoni me mjekun tuaj. Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinave cilësore, ndërkohë ato që përmbajnë rreth 13 vitamina dhe minerale thelbësore, të cilat janë edhe acidet yndyrore të nevojshme omega-3 dhe antioksidantët. 60% e proteinës me cilësi të lartë në vezë mund të gjendet tek e bardha e saj, ndërsa e verdha përmban pjesën tjetër që së bashku me yndyrat përbëjnë edhe shëndetin jetik. Vitaminat, mineralet dhe antioksidantët të gjitha përbërësit kontribojnë në një vlefshmëri më të mirë të ushqyesve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj siguroni që të përfshini konsumin e vezëve me moderim në dietën tuaj. Nëse konsumoni një porcion prej 2 vezëve në ditë, do të plotësoni 82% të nevojës ditore për vitaminën D, 50% të nevojës ditore të folatit, 25% të nevojës ditore të riboflavinës dhe 40% të nevojës ditore për selen. Vezët përmbajnë gjithashtu sasi tepër të dobishme të vitaminës A, vitaminës B, E dhe gjithashtu hekur, jod, fosfor. Të gjitha këto lëndë ushqyese janë jetike për të mbështetur dietën tuaj dhe të ekuilibruar. Vezët ofrojnë proteina me cilësi të shkëlqyer. Vezët konsiderohen gjërësisht si një burim i vlefshëm i proteinës cilësore dhe mund t'japin rezultate të shkëlqyera në këto raste. Proteinat janë bloqe ndërtuese të jetës thelbësore për fuqinë dhe riparimin e muskujve dhe të indeve tuaja. Gjithashtu vezët përmbajnë rreth 6.3 gram protein, që cilësohen si një nga lëndët më të mira ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Avantazhi i fuqishëm i vezëve lidhet me faktin se vezët përmbajnë 9 aminoacide thelbësore, në sasi të mjaftueshme për të mbështetur kështu rritjen efektive të muskujve dhe rikuperimin më të mirë të memorjes. Konsumi i vezëve në dietën tuaj do të japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e shëndetit, parandalimin e komplikacioneve dhe uljen e inflamacioneve të tyre. Avantazhi fuqishëm i tyre do të përbëjë një gur themel edhe për shëndetin e mirë.
Vezët ofrojnë një burim të mirë të vitaminës D. Të verdhat e vezës janë pjesë ushqyese që përmbajnë në natyrshëm vitaminën D. Vezët mund të mbështesin gjithashtu edhe shëndetin mendor. Një dietë e ekuilibruar mund të shkojë shumë drejt mbështetjes së reduktimit të stresit dhe praktikave më të mira të shëndetit mendor, duke reduktuar ndikimin e simptomave dhe duke optimizuar performancën më të mirë. Dhe kur bëhet fjala për përfitimet e forta të vezës, kombinimi i vitaminës B2, B12, kolinës, hekurit dhe tripofanit janë të gjitha të lidhura me ndihmën e reduktimit të rrezikut të ankthit, simptomave të depresionit, që ndihmojnë në mënyrë të natyrshme dhe të gjumi juaj. Vezët ndihmojnë në rritjen e marrjes së lëndëve ushqyese për plakjen e shëndetshme. Vezët janë një burim i arritshëm ekonomik dhe lehtësisht i tretshëm i proteinave me cilësi të shkëlqyer dhe vitaminave dhe mineraleve thelbësore. Ato i bëjnë mirë përfshirjen e dietave tuaja dhe japin rezultate të mira në këtë drejtim. Lehtë për të përgatitur, vezët janë një mjet i thjeshtë për të arritur marrjen e lëndëve ushqyese për njerëzit e moshuar, duke ndihmuar në reduktimin e një rreziku të gjerë të mundshëm të kushteve. Vezët janë një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për shëndetin e syve. Vezët përmbajnë një sër vitaminash dhe mineralesh, duke përfshirë vitamina A, vitamina E, selen, të cilat veprojnë si antioksidues të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit të syve. Funksionet e retinës dhe ndihmojnë kundër shikimit degenerues me kalimin e moshës. Vezët janë të pasur me antioksidantin lutein dhe zeakanthin. Të dyja luajnë një rol të mirë mbrojtës në reduktimin e rrezikut të disa sëmundjeve të syrit, duke përfshirë këtu kataraktin dhe degenerimin makular lidhur edhe me moshën tuaj. Ndaj konsumi i vezëve në dietën tuaj do t'japë rezultate të shkëlqyera në çdo drejtim. Sigurohuni të përfshini vazhdimisht vezët në dietën tuaj të përditshme. Do të keni ndikime pozitive në rritjen e vlerave të trupit, parandalimin e komplikacioneve dhe në ndikimin pozitiv të shëndetit tuaj imunitar. Kështu që sigurohuni që të konsumoni 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Vezët janë një burim shumë i mirë i acideve yndyrore omega 3. Omega 3 janë lloje të veçanta të acideve yndyrore të pangopura që janë në familjen e yndyrnave esenciale që luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si funksionojnë membranat qelizore, nga shëndeti i zemrës, trurit dhe mbrojtja e syve tuaj. Dhe duke qenë se trupi juaj prodhon një sasi të kufizuar të omegës 3, është e dobishme t'i konsumoni ato në mënyrë efektive përmes burimeve të ndryshme ushqimore. Vezët janë një burim jashtëzakonshëm i ngrënshëm i acideve yndyrore omega 3 që nëna natyrë i ka dhuruar organizmit, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të përbëjë një faktor nxitës ushqyes në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor i mëngjesteve të shëndetshme. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zierja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat që përdoren në skuqe do të rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se njeriu duhet të konsumojë çdo ditë 2 vezë në të mirë të shëndetit të tyre, në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen e vlerave të trupit. Vezët janë të pasura me yndyra cilësore të cilat ndikojnë në reduktimin e inflamacioneve, japin rezultate të shkëlqyera në rritjen e shëndetit, lehtësimin e problemeve dhe gjithashtu në benefitet e larta ushqyese. Vezët janë të pasur me proteinë cilësore, efektive në rritjen e vlerave të trupit. Vezët e zira do të përmbajnë edhe element të mirë të proteinës. Organizmi e ka në të nevojshme proteinën për të forcuar muskujt dhe gjithashtu ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të mirë mbrojtëse në reduktimin e komplikacioneve dhe në rritjen e vlerave të tyre. Ndaj sigurohuni që vezët i keni pjesë të dietave të përditshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.